Reshit e shiut të ditëve të fundit kanë përmbytur sërish fushën e Spitenit në Lezhë. 10 hektar tokë bujqësore ndodhen në pushtetin e ujit prej 3 ditësh, duke shkaktuar dëme të shumta në sektorin e bujqësisë. Përballë përmbytjeve të vazhdueshme, fermerët janë ngritur në protestë. Ata thonë se kjo është hera e katërt që përballen me këtë situatë në arkun kohor të pak javëve dhe humbjet për ta janë tepër të mëdha. Këtë vit jena përmbyt 4 herë. Uji është larguar për 10 ose 15 ditë. Jonxha dhe gruri që i mbollën në ushduken. 2 herë nuk kemi ushqim për blegtërinë. Baktia po na ngordhin për ushqim. Të janë përmbytje jo se du shekar për i Zotit, po ka për i robit. Në Spitin s'ka po kush dorë. Nuk e ka kush as për kanale. Që thonë që janë hap kanale, me evidencë mund që janë hap me 10 lek, por me realitet kanalet nuk janë hap. Hidrovori duket sigur punon kur jo që, po unë nuk e di sepse si kujti. Këto damet janë pallëgërishme marbor. Ku të millesh ma, kjo thki më shal. Dami është i konsiderueshëm. Kjo është përmbytje vetëm me dashje. Vetëm pompat nuk nizën fare. Mani apo me dashje se kemi binjet kundërta me këtë që janë pushtet, apo e din vetë ato. A mill gruni 2 herë, as një kallënj kun, as një bim, as një far bi s'ka. 150 dilim tokë, i ka milion zëtnia edhe ka maru me këtë dunja. Ku bën baki merr kush me dhanim, me harrohet punë. Sipas fermerëve, prezenca për një kohë të gjatë e ujit u ka dëmtuar 2 herë të mbjellat dhe ende nuk kanë marrë asnjë kompensim për dëmet e shkaktuara. Ç'a shpërblime është marrë, ku ka shpërblime? A mund t'i ketë marrë ato të pirin në reu me ato, mund t'i ketë marrë, shqeveria mund t'i ketë marrë, me evidencë mund që ndryshtrum. Jo, mund t'i kenë marrë 4-5 familjes që u ka dhëna janë patriarshista që u shkojnë mbrapa atyne. Se na absolutisht jo. Na këtu njofim vetëm ju si media që keni ardhë e na keni përkrasë, na nuk njofin as edhe një pushtetor dhenor. As si lloj dami mor. Ku bëhet fjalë, dalin një dhe thotë që na kanë pruni zhan më të vogël. Moshapja e kanaleve kulluese dhe mos funksionimi siç duhet i hidrovorit të Talës është shkaku i përmbytjeve të vazhdueshme në fushën e Spitenit në Lezhë, e ata që po i vojnë pasojat janë fermerët e kësaj zone.